Jeta është sfidë. Sa ka vojtur e lënduar në mjedisin e tij fillestar. Sa vështirësi ka kaluar, po, që nuk e ke rrëfyer dhe nuk do t'ja rrëfej kujt. E dini pse? Sepse nuk i mban mend. Nuk i kujtohet asgjë. Madje nuk i kujtohen as dhimbjet që e kapluan teksa largohej përfundimisht nga barku i nënës së tij. Ai e kuptonte mirë se ishte vullneti hyjnor ai që e shtynte drejt jetës së re, ku do të njihej dhe takohej me të ngjashmit. Më pas ja leçon rrugën e lindjes, surja e Bese 20. Jeta përbën një shans të bukur. E zakonisht, shanset e bukura janë të rrethuara nga vështirësi dhe sfida të cilat të nxisin dhe ndezin vullnetin. E qarta e të porsalindurit nuk është shprehje e pesimizmit nga jeta, por është një alarm se në rrugën e arritjeve i duhet të durojë rreziqet dhe vështirësitë. Një botë plot shanse, ashtu siç është plot njerëz, aty ku ka rivalitet të ndershëm, dialektik, por edhe xhelozi dhe urrëtie e bazuar në sikur Allahu të mos i nxiste dhe stimulonte njerëzit, bota do të ishte shkatërruar. Surja El-Bekare 251. Mosmarrveshjet mes njerëzve lindin konflikte. Bëjnë të shpërthejnë luftra me armë, por edhe me fjalë. Ndonjëherë, sa herë që hedh hapin, shpërthejnë mina dhe ngrihen pusi, edhe pse nuk u dihet burimi. Përse? Prej kujt? E tillë është jeta, e mbushur me konflikte, e që thelbi nuk u dihet në të shumtën e rasteve. Kur Musa alayhis salam i kërkoi Zotit ta ruajë nga ligësia e gjuhës së njerëzve, ai u përgjigj se një privilegj të tillë nuk ja kishte mundsuar vetes, e si t'ia mundsoi të tjerëve. Lipset që pengesat dhe barierat përgjatë rrugës t'i shohësh si motive dhe stimuj për të nxjerrë më shumë energji, jetë dhe vepra. Ato bëhen shkak për t'u afruar me të tjerët me të cilët kemi emërues të përbashkët. Ato mund të aktivizojnë energji të fshehura dhe të ndrydhura. Shijoj sfidat dhe lexo aspektin e tyre pozitiv, të afërt apo të largët. Nuk ka sfidë më të keqe se sa të lindë robi dhe të rritet me të gjitha të mirat, me çdo kërkesë të plotësuar në çast. Luksi mbyt ambicjet, kropos imagjinatën dhe e lë trupin pa shpirt, duke mos e shijuar kënaqësinë e arritjeve dhe ëmbëlsinë e përmbushjes së ambicjeve. Kjo pasi nuk bëhet krahasi me hidhësinë e privimit. Ai është rritur pa e ndjerë nevojën për rezistencë, kreativitet, lodhje dhe mund, të cilat janë pjesë e jetës. Kur Ebu Velid El-Baji zhvilloi një debat të hapur me Ibn Hazmin, tha: "Unë jam ambicioz se ti, lidhur me nxënien e dijes. Ti e ke kërkuar dijen dhe ke gëzuar mbështetjen e familjes, të kanë drejtuar pishtarët dhe florinjt, kurse unë kam lexuar natën në dritën e kandilit të tregut." Gareti Ibn Hazmi tha: "Ky është një argument kundër teje dhe jo në favorin tënd. Ti e ke kërkuar dijen në atë gjendje të rëndë ekonomike, me shpresë për ta përmirësuar dhe të arrish nivelin tim. Kurse unë kam kërkuar në kushtet e mia pa shpresuar gjë tjetër veç nivelit shkencor të lartë si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Kur shpërthen talentin nga një ambient të luksi dhe konsumit të lartë, ai është një talent i rrallë dhe i vështirë të tretet. Civilizimi që ndërton njeriu nuk është gjë tjetër veç se një reagim ndaj sfidave të përshtatshme të aftësive të tij. Kur një njeri arrin të transformojë sfidën aktuale në energji që e motivon nga brenda, sfida përkthehet si një ftesë e hapur për sukses dhe epërsi. Ndërkohë që kur pengesa buron nga brenda, nuk të bëjnë dobi faktorët e jashtëm që janë në favorin tënd. Një bark e prishur nuk lundron dot, sado që erërat fryjnë në drejtimin e duhur. Mungesa e sfidave bëjnë të vdesin aftësitë dhe potencialet. E dobësojnë vullnetin dhe të bëjnë të mbijnë plogështia dhe dembelizmi, duke ngritur dyshime se asgjë ja vlen. Fëmia e parë është sfidë lidhur me kujdesin dhe edukimin. Sipas raporteve, 70% e presidentëve të SBA-ve kanë qenë fëmijë të parë në familje, po ashtu fëmijë të parë kanë qenë edhe talentet në ekonomi, media dhe administrim. Rivaliteti për të zënë prerjen prindëror është një sfidë të vegjëlve me format e tyre, si e qara apo shtirja si i smur. Të qenit femër është sfidë e cila motivon vajzën drejt suksesit në shkollë, punë, familje dhe jetë. Pas suksesit që konstaton tek një djalë apo vajzë, fshihet një sistem i padukshëm përpjekjesh, dështimesh, disfatash dhe përvojash të suksesshme të vogla, të cilat u bën shkak për të shijuar ëmbëlsinë e suksesit. Kur misioni është i vështirë, përgatitja fillon më herët dhe ankthi pozitiv lëvizje nga thellësitë. Kurse kur misioni është i lehtë, lihet pas dore dhe zvarritet derisa të humbë shansi. Kritika është sfidë. Mendjet e ndryshme kur ndërveprojnë për diçka, një studim, teori, libër, artikulle të tjerë, e rishikojnë, korrigjojnë
dhe e zhveshin nga tëmetat për të paraqitur në formën më të përsosur. Kritika dekonstruktive është edhe ajo sfidë, pasi të bën të gozhdohesh më fort pas virtyteve, duke ndjekur rrugën plot durim dhe besim. Thot poeti arab: nëse Ydbir e ka ves ngjitjen e majave, rruga më e lehtë për të do jetë ajo e baltave. Sekreti i triumfit të ndaj sfidës qëndron në heqjen dorë nga delegimi i përgjegjësive tek të tjerët, justifikimet me kaderin e Zotit, pusitë e shejtanit, hilet dhe marifetet e kundërshtarëve historik, kushteve të mjedisit, historisë, rrethanave, gjinëve të tjerë. Mbushu thellë me frymë dhe merri përsipër përgjegjësitë dhe pasojat. Mos u streso për përgjegjësitë tua, e aq më pak mos u ahidh fajin të tjerëve. Të tjerët i kanë besuar këtë përgjegjësi bazuar në seriozitetin që karakterizon dhe faktin se je më i meritueshmi. Profeti Muhamedi alayhis salam në një hadith vendos bazat dhe themelet e suksesit në udhën e mbushur plot vështirësi dhe pengesa ku thot: 1. Je vigjilent ndaj çdo gjëje të dobishme. 2. Kërko ndihmën e Zotit. 3. Mos manifesto ligështi, mos i dorë nga përpjekjet. 4. E nëse të godet diçka, mos thuaj sikur të kisha bërë kështu do kishte ndodhur ashtu, por thuaj ishte caktimi i Zotit dhe ai cakton ç'të doj.